njeri me tjetrin në një debat, cila do studio, s'ka rëndësi. Mund të jetë studio juaj, mund të jetë ndonjë studio televizive tjetër, por shumë e rëndësishme që qytetarët ta kenë mundësinë. Me besoni se do të ishte një mesazh jashtëzakonisht i mirë për secilin qytetar, për secilin votues, kur i shef ballë për ballë, fundja krijohet përshtypja, krijohet bindja se këta nuk janë armiq, nuk janë janë vetëm kundërshtar politik. Por janë vetëm kundërshtar politik. Dhe kjo përballje do të ishte them kështu eliminimi i gjitha të metave të kësaj fushate, realisht fushata ka filluar, ne e dim se ka filluar zyrtarisht mirë, por para se të fillojë fushata ne kemi pas. Në fakt gjithë viti ka qenë fushat zotri Nrecaj. Prandaj apo ndoshta prej vitit 2025 jemi në një cikël fushate të pandalur. Që 2 vite ne jemi në një fushat ku po tentohet të arrihet një qëllim politik, një synim politik, i cili ndoshta në një farë forme është i pamundur. Cili synim politik? E shohim që e kemi situatën kur një parti politike fiton 51.1%. Që i bie që populli më shumë se